Produksioni Zëri I Shtimës ju prezanton 101 tregime të autorit Muhammed Emin Gjundi. Tregimi I tretë. Emaneti është obligim. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka treguar: në një kohë, një njeri bleu nga një tjetër një tokë si pronë. Dhe më pas, duke e punuar atë tokë, e gjen një qese për plot flori. Menjëherë, shkoi tek pronari I mëhershëm dhe I tregon për floririn. Merre, se është I yti, sepse nga ti kam bler tokën dhe jo floririn. Pasi e dëgjoi ish pronari I mëhershëm, ja ktheu: në fakt, unë të kam shitur tokën me tërë atë që ndodhet në të. Prandaj nuk mund ta pranoj. Pasi debatuan një kohë dhe nuk mundën ta zgjidhin problemin, shkuan tek një njeri I mençur, I cili ishte edhe gjykatës, për të gjykuar në mes tyre. Gjykatësi I dëgjoi të dy, e vlerësoi situatën dhe në fund mori këtë vendim. A keni fëmijë? Po, ju përgjigjen. Njëri tha: kam një djalë, ndërsa tjetri ja ktheu: unë kam një vajzë. Në këtë rast, gjykatësi u tha: martoni fëmijët tuaj në mes vete, pra djalin dhe vajzën. Kështu që floririn e trashëguan të dy familjet. Autor I tekstit Muhammed Emin Gjundi. Përshtati dhe lexoi Eliesa Ahmeti. Ilustrimi artistik Rozafa Zeneli. Incizimi u mundësua në radioproduksionin Zëri I Shtimës.